në radhën e sekretar. Bujar Çamili, artisti i madh dhe ndjeri i kombit, dhuroi emocione të forta dhe një natë magjike për publikun e tij të zemrës në koncertin recital të mbajtur mbrëmjen e së shtunës në sheshin Parabashkisë Shkodër. Nën moton qefi bëhet me Shkodran, qindra qytetar dhe turist krijuan një atmosferë unike, duke kthyer këtë ngjarje në një festë të paharrueshme për Shkodrën. Yes, very much. Po shumë, hera e parë në Shkodër, mrekulli. Nuk ka filluar ende, por atmosfera, kaq shumë njerëz, të gjithë të lumtur, nga Izraeli. Faleminderit. Po më pëlqen. E një nga radio e kam dëgjuar duke folur, na pëlqen, dhe shiko çfarë ekipi të mrekullueshëm ka. Me pëlqen shumë kjo atmosferë. Jemi një grup që vim nga Madridi, nga Spanja, po sigurisht nga Izraeli. Nuk e di çfarë koncerti është. Isha në drek dhe e pash vendin, ndaj erdha tani. Por në shesh nuk mungoja as beta shkodrane. Vetën e kam si Bilbilin, jam i rijes, jam i vjetër, jena krenar me Bujar Çamilin, Shkodra sot ka marrë pamje tjetër. Koncerti zgjati për disa orë dhe solli në skenë emra të njohur të muzikës shqiptare, Artiola Toska, Shkëlzen Jetishi dhe Mateus Froku, të cilët u pritën me duar trokitje të gjata nga një publik që nuk ndaloi sekonduari. Në përfundim të koncertit, Bujar Çamili, nderi i kombit, falenderoi publikun shkodran për dashurinë dhe energjinë e jashtëzakonshme që i dhuroi gjatë gjithë mbrëmjes. Nuk isha pa ndonjëherë Shkodrën kaq të madhe të ndjekin një koncert të tillë. Unë nuk di se me të thënë drejtën se punë minuta shka që koncerti kam harruar dhe jam pak i emocionuar nga kjo pritje mallëkështore e këtij publiku të mrekullueshëm, ku gjithmonë e ka treguar veten, sidomos në rastet e mia. Ideja e kryetarit që ta bëni koncertin Parabashkisë ishte një ide geniale dhe më duket se më doli më mirë. Po atjetër e ka ndorë kryetari. Dhe ta bëjmë një stadium, ta bëjmë. Edhe këngëtarët e ftuar e cilësuan pjesëmarrjen në këtë koncert si një privilegj të veçantë për të ndarë skenën me një emër të madh të muzikës shqiptare. Kënaqësi e veçantë që të jem në mes Shkodrës me Bujar Çamili. Kjo është rëndësia dhe madhja dhe pesha e kësaj ardhje time në Shkodër. Them me plot kënaqësi që jam këtë qytet, sepse i kem dy qytete në shqiptari që kanë edhe muzikë të vetën, edhe humor të vetën. Janë Shkodra, Gjakova. Në fakt s'kam fjalë, sepse sot ishte nata e Bujarit. Edhe unë e thash edhe në skenë, sot kanë ndoshta të gjithë këngëtarët e Shqipërisë të jenë prezent në këtë koncert recital të madhit Bujar Çamili, edhe isha shumë i lumtur që isha pjesë. Kjo mbrëmje muzikore organizuar nga Bashkia Shkodër dëshmoi se Shkodra është jo vetëm qyteti i artit dhe i kulturës, por edhe i mikpritjes dhe festës. Shkodra.